Jemi rikthyer në Shije Shtëpie me zonjën Vjollca. Sjellim receta të shijshme dhe siç e lam, sot kemi qofte të rreme. Po, ashtu siç kemi thënë dhe më parë, recetat tradicionale kanë 2, 3, maksimumi 4 përbërës. Dhe në brumin e këtyre qofteve është njësoj sikur do të bëjmë një petull. Petulla, desha me thënë. Do hedhim 2 kokra vezë. Ja. Ja, dhe një tjetër. Do të hedhim pak krip keveza. I përzjejmë. Vezët. Do të hedhim fillimisht një gotë ujë të vakët. Pak me ngrohtë se temperatura ambientit. Sikur na ngrohet shishja tani në verë. Se na pritet veza po t'jetë më e nxehtë. E kuptoj. Ja kaq. Një gotë. Pastaj do shohim konsistencën. Do të hedhim 2 gota miell, po në varësi të vezës apo lagështirën që ka vetë mielli, do shohim, ne do të bëjmë një brum petullash të trash. Jo të hollë. Jo kështu siç bëjmë ato petullat e tjera, që kemi bërë petulla me kose me vezë. Këto pra kanë në përbërje të tyre as qumësh, as kos, kanë vetëm ujë. Hedhim ujin. Po e lë një çik këtu. Do të hedhim 2 gota miell. Gotat duhet të jenë njësoj. Edhe kjo është 200 ml dhe kjo tjetra 200 ml. Do të hedhim një lugë kafe sot buke ose plur pjekës. Më parë kemi bërë me sot buke. Alternativ është që mund të aromatizosh me nane gjik. Edhe po, edhe jo. Dikush e pëlqen, dikush se pëlqen. Ti Katerina. Unë e pëlqej shumë. Shumë bukur. Kemi dhe një gotë tjetër për të hedhur dhe do shohim pastaj. Ja, kaq. E largojmë mielin. Këto petullat, siç thash, nuk bën shumë të mëdha. Skuqen. Vendosen në pjatë dhe si përmbulohen me kos, me hudra dhe vaj ulliri. Kaq është gjithë filozofia. Pra, 2 gota. Tani shohim brumin. Po lexoj recetën atëherë. Mirë? Ja, ta shohim edhe një çik. Në rregull. Pra, unë lash borxh kaq ujë. Edhe këtë ujin do t'ja hedha vash avash, se nuk më duhet brumi i trash. Ja. Pra, edhe këtë do t'ja hedh. Edhe nëse rezulton që na bëhet brumi i holl, atëherë shtojmë përsëri edhe një mielin. I holl. Nëse na rezulton që është nëse na rezulton brumi i holl, do t'i hedhim një lugë miell. Dhe në të kundërt, nëse na rezulton i trash, do të hedhim pika ujë derisa të na bëhet një brum petullash i trash. Kaq, jo, edhe një çik më i holl duhet. S'kam ujë. Unë mund të hedh këtu me lugë gjelle, 1 ose 2 lugë gjelle ujë. Shiko sa pak, një gisht është këtu. Edhe këtë nuk doja hedh tamam. Ja, shif, kaq. Mendoj që tani është fiks brumi. Mund ta shohësh tani recetën. Po ju a tregoj recetën, qofte të rreme me hudra dhe kos. Janë 2 gota miell, 2 vezë, krip, pak nene gjik i thatë nëse doni që ta shtoni, 1 lugë çaj pluhur pjekës, ujë të vakët, kemi vajin për skuqje, 3 gota kos, 5-6 telpinj hudra, krip, 3 lugë gjelle, 3 lugë vaj ulliri. Është në tekst, kështu do ta lexojmë fjalë për fjalë. Kjo është receta. Tani i do ti me nane gjik? Po, unë votoj për po. Atëherë, po i hedhim edhe një çik nane gjik. Edhe mua më pëlqen me nane. I kam ngrënë dhe pa nane gjik dhe me nane gjik, po me thënë të drejtën më pëlqen me nane gjik. Tani sa të na ngrohet, ndërkohë që na ngrohet vaj,
në këtë tas, se thamë që do të konsumohen me kos, do të përzejmë kosin me shumë fare pak krip, me hudhra, 3 thelpi hudhra, dhe pak vaj ulliri këtu në përzierje, dhe pjesën tjetër një sa ti citisim një qik, ose një luk qaj, ndërkohë që ne do ta servirim. I trazojmë derisa të marri trajt kremoze kosi, dhe ka që ishte, shisa të thjeshta janë. Tani na mbetet vetëm që t'i skuqim. Do marrë 2 lugë. E lyej lugën me qik vaj, ta provojmë njërë kështu. Nuk do t'i bëjmë shumë të mëdha. Po e hedhim këtë sa të na skuqet vajin qik. Jo, s'është bërë akoma. Marrë 2 lugë kështu. Kafe më mirë. Këtë e skuqim kështu, dhe të nxihet kjo. Në rregull. Kjo pra është receta qoftë të rreme me hudhra dhe kos tradicionale Gjirokastrite. Ne do të vazhdojmë me skuqjen e qofteve siç njihen kështu për ta përfunduar servirjen e pjatës. Receta e parë është me kungullesha që është në furrë, mosaka e thjeshtë e shijshme me kungullesha. Të dyja receta do t'i gjeni në rrjetet sociale në YouTube gjithmonë. Klikoni në kanalin zyrtar të televizionit Klan për t'i parë e riparë sa herë të doni këto receta. Teksa zonja Vjollca bën gati qoftet e reme sa të nxehet mirë vaj dhe të hedhim të parat, unë po i tregoj të gjithëve gjërat e çuditshme që bëjnë njerëzit e dashuruar edhe dua t'ju pyes nëse janë këto gjëra që ju bëni, pra konfirmohet që jeni të dashuruar. Kafshime pa arsye. Po. Jo. Nuk bëhet fjalë për agresion njerëz, të mos keq kuptohemi, por është një lloj loje që ndodh në dashuri. Të bezdisni njëri tjetrin me lojra, me ngacmime. Po? Po. Mirë, ti prap joti, s'pas ke gjën vit. Kanë nofkat e tyre dhe gjuhën e tyre të marrëdhënies, po themi, të brendshme. Shakat, cilat i njohin vetë ata me njëri tjetrin. Mund t'jetë në një ngacmim. Ngacmime të shpeshta me duar, ledhatime, përkëdhelje, të tjera me radhë. Sjellja si fëmijë. Këtu jam kurioze ta di. Është kjo një praktik, po? O zot, e bën? Si i flet? Si beb? Problem. Njerëzit ndihen mjaftueshëm të sigurt në fakt përpara një personi të dashur edhe mund ta bëjnë edhe këtë llastimin edhe të folurën në gjuhën e bebit, po unë nuk është se jam fort dakord me këtë. Ajo. Çuku. Pra nëse edhe ti bën këto gjëra je i dashuruar, nuk je i çuditshëm, thot artikulli. Tani bëjmë gati një pjatë, shiko si u fryn këto? Tu na duhet pjatë e shesht? Po, pjatë e shesht, mund ta marrim edhe të zezë, se do të hedhim kos. Gjithmonë që bëjmë petulla, një trazim i tillë kështu i tiganit, bën që ato të fryhen, se spërkaten dhe nga sipër me vaj. Një kështu, ja, kam këto. Garushë të voçkël? Po. Apo lugën e madhe? Si duash, çka duash ti, edhe ajo garuzhe e vogël, përderisa e kemi, pse mos ta përdorim. Ja, duhet të jenë të verdha, jo të nxira. Ja, një pjekje e tillë është shumë e mirë. Shkëlqyeshëm. Dhe zonja Vjollca po lodhet sot përsëri me receta. Ne gjithmonë kujdesemi për të që gjatë publicitetit të bëj pushimin e saj dhe sot do ofrojmë një Ama Iced Coffee. Tani kemi kaq kohë që kur e kemi shijuar që nuk i unë jam e dajemi. dashuruar me këtë lloj kafe. Në fakt është një kafe ftohtë që shijohet në këto ditë të nxehta.
Është perfekte, si që ka emrin Ama Iced Coffee, e do atë ftohtësinë ose akullin të ashtoni në gotën tuaj, dhe të merrni dozën e kafes që ju nevojitet me cilësinë e A i Ama. di që dhe për të shtu në përdjel që jam në shtëpi, unë orën 10 këtë pi, se më shbë refleks. Shumë mirë, të bëj mirë. Është fantastike, është zgjedhja më e mirë që mund të bëni, ose Ama Iced Choco për ata që nuk duan kafein. Ja, t'ja lezoj një zvjollca gati këtu, që sa po të përfundoj, ta shijoj pijen e saj. Jo, mund të Ama. shio dhe pa përfunduar, Po, shumë ta i mirë. gëzuar. Të bëft mirë. Nuk do shgënjeni kur ta provoni. Ja, kështu freskët mirë e mirë. Gjithë sekreti është kështë qeri. Se unë nuk i dua gjërat e ëmbla. Edhe konsistencën e ka kremoze, Po, më është e shdi mirë qakta. shumë. Shifë Pak si janë e bërë këto qoko. tani? Këto tani, Shumë më mirë, po. në pjatë, mirë ishte që t'ishin të vakta, jo kaq të nxehta, por ka thënë Katerina, s'kemi kohë. Dhe për këtu, brenda këtyre minutave, shiko Katerina, s'kan thithur vaj fare. Dhe të bukura E dhe të shikoni? mira do jenë. Shumë të mençur gjirokastritët në këtë pikë. E i qajnë. Të gjitha recetat i kanë të mira. Pas pak do t'jemi me të ftuarit tanë, kur dashuria bëhet histori jete, janë 2 çifte që do të vinë të rrëfejnë historitë e tyre, 61 vite bashk njëri çift, 33 vite bashk çifti tjetër, të na tregojnë sekretin e marrëdhënies së tyre, jetëgjatësisë dhe sa me fat ndihen që e kanë njëri tjetrin. Pas pak do t'jemi me ta, kështu që vijoni qëndroni për orën e 2 të programit. Ndërkohë recetat rikujtoj që do t'i gjeni në Instagram, në Facebook, në YouTube, si gjithmonë. Mos harroni t'i provoni, t'i shijoni. Ta shoh pak recetën. Kjo pjata është për 2 persona, se llogaritet që kjo recet është shërbyer në përdasma mbasi keni ngrënë dhe keni pirë. Ja. Një sy do t'i hedhim Po, asaj? do e tregojmë se Apo ta tregojmë aq sa është? si të duash ti. E tregojmë aq sa është. Po, shumë mirë. Na rëmbehen. Shiko, vaj ka mbetur aq sa ishte në fillim, nuk kanë thithur fare vaj. Perfekt. Po lë që të dali dhe ajo që të ftofen 1 minutë, 2 minuta. Ta sill tavën më Po, thea. sille. Nëse ka mbaruar minutazhe, se unë do vazhdoj, do bëj këtë pjesën tjetër. Ja, të sill tavën, ta shohim deri ku jemi. Aromë mirë nga kopra. është në piksur qik? Pak po? Si është bërë shkëlqyshë. Do ta vendosim në tavën edhe një 15 minutë tjetër, Tani hedhim edhe kosin këtu. Dhe pastaj një qik fare vaj ulliri. Kosi është me hudhra. Dhe gati për të bërë ato foto tona. Po, Kaq. gati për rrjete sociale. Po, Të lumshin duart zonja Vjollca dhe të falenderoj shumë. shumë faleminderit, Katerina. Mirupafshim nesër.